Një 44 vjeçar u arrestua nga policia e Durrësit pasi rezultoi dheur në timon. Sipas autoriteteve, Rezarta Bazaj u përplas me patrullën e policisë gjatë tentativës për t'u larguar nga efektivët, të cilët e kishin ndaluar pas sinjalizimeve për lëvizje me shpejtësi të lartë dhe manovra të rrezikshme në rrugë. Pas testit të alkoolit, 44 vjeçari rezultoi me nivel 1.4 mg për litër alkool në gjak. Sipas policisë, Abazaj rezulton përsëritës për ngjarje të ngjashme dhe ka precedent për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë momentin kur ai përplaset me automjetin e policisë gjatë ndjekjes. Në të njëjtën zonë pak javë më parë, 57 vjeçari Nikol Radaci përplasi 3 fëmijë që po luanin me top në trotuar. Nga aksidenti humbën jetën Emo 12 vjeç dhe KN 10 vjeç, ndërsa një tjetër fëmijë 8 vjeçar mbeti plagosur rënd. Sipas të dhënave, dhe Nikol Radaci ishte raportuar disa herë nga banorët për drejtim të rrezikshëm të automjetit dhe ishte gjobitur më herët nga policia rrugore për shkelje të sigurisë rrugore.